Çfarë janë gjenet? Gjenet janë njësi themelore të trashëgimisë që gjenden në ADN. Ato përcaktojnë karakteristika trupore dhe funksionet e organizmit, si ngjyra e syve, lartësia apo rreziku për sëmundje. Gjenet trashëgohen nga prindërit dhe çdo njeri ka mijëra gjene. Çfarë janë sëmundjet gjenetike? Sëmundjet gjenetike janë çrregullime të shkaktuara nga ndryshime në materialin gjenetik ADN. Ato mund të trashëgohen nga prindërit ose të shfaqen rastësisht, prekin funksionimin e qelizave dhe mund të çojnë në probleme të ndryshme shëndetësore që fillojnë që në lindje ose më vonë. Çfarë është anemia qelizave Draper? Anemia qelizave Draper është një sëmundje trashëgimore ku qelizat e kuqe të gjakut kanë formë jo normale, si Draper, që vështirëson qarkullimin e gjakut. Ajo shkakton lodhje, dhimbje dhe probleme të tjera shëndetësore, pasi qeliza nuk transporton mjaftueshëm oksigjen. Çfarë është sindroma Down? Sindroma Down është një çrregullim gjenetik i shkaktuar nga një kromozom shtesë, trisomia 21. Ajo ndikon në zhvillimin fizik dhe mendor të fëmijës. Personat me sindromën Down kanë karakteristika të veçanta fizike dhe zhvillim më të ngadalshëm, por mund të jetojnë jetë aktive. Çfarë është hemofilia? Hemofilia është një sëmundje gjenetike që ndikon në aftësinë e gjakut për të mpiksur. Personat me hemofili mund të gjakosin për një kohë të gjatë pas dëmtimeve të vogla. Ajo shkaktohet nga mungesa e një faktori të mpiksjes dhe trajtohet me injeksione të këtij faktori. Çfarë janë sëmundjet gjenetike? Sëmundjet gjenetike janë çrregullime që shkaktojnë nga ndryshime në ADN. Mund të jenë monogjenike, një gjen si fibrozë cistike, multifaktoriale, ndikimi shumë gjeneve plus faktor mjedisor, kromozomale, ndryshime në strukturë ose numër të kromozomeve. Shfaqen më njëherë pas lindjes ose më vonë në jetë. Gjenet janë njësi themelore të trashëgimisë biologjike të përbëra nga ADN-ja. Çdo njeri mbart rreth 20.000 deri në 25.000 gjene që përcaktojnë karakteristikat fizike, zhvillimin dhe funksionimin e trupit. Mutacionet, ndryshimet në strukturën e gjeneve, mund të jenë të trashëguara ose të fituar gjatë jetës. Gjenetika moderne ndihmon në kuptimin, diagnostifikimin, trajtimin dhe parandalimin e sëmundjeve të ndryshme. Talasemia është një çrregullim gjenetik që ndikon në prodhimin e hemoglobinës, pjesë e qelizave të kuqe të gjakut. Forma më e zakonshme, beta talasemia, përhapur në rajonet mesetare. Simptoma: lodhje kronike, anemi, zverdhje e lëkurës, madhimi i shpretkës dhe kockave. Trajtime: transfuzioni i gjakut, terapia me hilatues të hekurit, transplantimi i palcës kockore. Sindroma Down. Sindroma Down shkaktohet nga një kromozom shtesë në çift 21, trisomia 21. Shkakton karakteristika të veçanta fizike dhe zhvillimore. Nuk ka shërim, por ndërhyrjet e hershme, terapi fizike, logopedi, arsimimi specializuar përmirësojnë ndjeshëm jetën. Mbështetja familjare dhe sociale është jetike për përfshirjen e tyre në shoqëri. Kanceri dhe lidhja me gjenet. Mutacionet në gjenet që kontrollojnë ndarjen e qelizave, onkogjene e gjene supresuese të tumorit çojnë në kancer. Disa mutacione janë të trashëguar, si BRCA 1/2 për kancerin e gjirit dhe vezoreve. Mutacioni i gjenit POD53 lidhet me disa lloje kanceri agresiv. Teste gjenetike ndihmon në zbulimin e hershëm në zgjidhjet e terapisë së duhur. Roli i gjenetikës në trajtim. Terapia gjenetike, futja ose modifikimi i gjeneve në qeliza për të trajtuar sëmundjen. Teknologjia CRISPR Cas9 lejon ndërhyrjen të saktë në ADN. Mjekësia e personalizuar. Përdor të dhënat gjenetike për të përshtatur trajtimin për secilin pacient. Përfitime: më pak efekte anësore, efikasitet më i lartë i trajtimit, terapi më të shpejta. Gjenetike dhe diagnostifikimi. Llojet e testeve molekulare, mutacione në ADN, kromozomale, anomali në strukturë kromozome, biokimike, mungesë enzimesh, aplikime, testim prenatal, diagnozë e hershme, parashikim i rrezikut, është e rëndësishme këshillimi gjenetik para dhe pas testit, etika dhe privatësia janë thelbësore për mbrojtjen e të dhënave personale. Zhvillimi i teknologjive të reja gjenetike si terapia mRNA dhe vaksinimi gjenetik. Zbulimi i hershëm i predispozitës për sëmundje të rënda. Mjekësia së ardhmes do të jetë personalizuar, parandaluese dhe e bazuar në profilin gjenetik. Inteligjenca artificiale dhe gjeomika do të bashkëpunojnë për diagnostifikime të saktë.
Edukimi dhe parandalimi. Njohja e trashëgimisë gjenetike ndihmon në marrjen e vendimeve të informuara për shëndetin. Parandalimi përfshin planifikim familjar, ushqyerje e shëndetshme, shmangja e faktorëve mutagjen, duhan, alkool dhe rrezatim. Statistika dhe fakte. 1 në 700 foshnjë një lind me sindromën Down. Rreth 7% e popullsisë botërore ka një mutacion të dëmshëm të trashëgueshëm. Mbi 300 milion njerëz vuajnë nga sëmundje të rralla gjenetike. Rreth 10% e rasteve me kancer ka një komponent gjenetik të trashëgueshëm. Çdo vit zbulohen rreth 5000 mutacione të reja. Sëmundjet gjenetike autosomale recesive trashëgohen kur të dy prindërit janë bartës së një gjeni me mutacion, prekin të dy gjenit në mënyrë të barabartë. Fibroza cistike, sëmundje e rëndë që prek mushkëritë dhe sistemin tretës. Mukusi bëhet shumë i trashë, bllokon rrugët e frymëmarrjes dhe shkakton infeksione të shpeshta. Anemia e qelizave strikale. Qelizat e kuqe të gjakut marrin formë gjilpëre dhe nuk qarkullojnë siç duhet. Shkakton dhimbje të forta, lodhje, anemi dhe rrezik për dëmtim organesh. Talasemia, çrregullim që ndikon në prodhimin e hemoglobinës, shkakton anemi të rëndë, zverdhje të lëkurës dhe nevojë për transfuzione të rregullta gjaku. Trashëgimia mitokondriale. Këto sëmundje shkaktohen nga mutacione në ADN-n e mitokondrive. Mitokondrit trashëgohen vetëm nga nëna, prandaj të gjithë fëmijët e saj mund të preken. Sëmundja kryesore mitokondriale, sindroma e Leberit, humbje e shpejtë e shikimit në moshë të re, prek nervin optik, verbëri qendrore, sindroma Melas, shkakton kriza epileptike, probleme me të folurit, lodhuj dhe dëmtime neurologjike. Sindroma MERF, shfaqet me kriza, dobësi muskulore dhe çrregullime të lëvizjes. Të gjithë fëmijët e një nëne mbartëse mund të preken, por vetëm vajzat mund ta trashëgojnë me më tej të brezat e ardhshëm. Trashëgimia e lidhur me kromozomin X. Këto sëmundje ndodhin kur gjeni i dëmtuar gjendet në kromozomin X. Gratë zakonisht janë mbartëse nuk sëmurën. Burrat trashëgojnë kromozomin X vetëm nga nëna, ndaj nëse ky kromozom ka mutacion, djemtë sëmurën. Sëmundje kryesore të trashëguara nga nënat e djemtë. Hemofilia, gjakderdhje e zgjatur sepse gjaku nuk mpikset normalisht. Edhe një prerje vogël mund të jetë e rrezikshme. Distrofia muskulare e Duchenne. Dobësim progresiv i muskujve që fillon në fëmijëri. Shkakton vështirësi në ecje dhe në lëvizje. Daltonizimi, forma e trashëguar. Vështirësi në dallimin e disa ngjyrave, kryesisht të kuqes dhe jeshilës, shumë më i zakonshëm te meshkujt sesa te femrat. Sëmundjet që trashëgohen nga nënat e vajza. Një, trashëgimia mitokondriale nga nënat e vajzave të djemtë. Mitokondritë, organele që prodhojnë energjinë e qelizë, përmbajnë ADN dhe trashëgohen vetëm nga nëna. Pra, nëna e ka lënë mutacionin mitokondrial vajzave të djemve, por vetëm vajzat mund të trashëgojnë më tej. Shembull, sindroma Melas, shkakton lodhje, kriza epileptike dhe probleme neurologjike. Sindroma Leber-Hon, humbje e papritur e shikimit në të dy sytë. Sindroma MERF, dobësi muskulore, kriza e çrregullimit të lëvizjes. 2. Trashëgimia e lidhur me kromozonin X nga nënat e vajza. Nëse nëna është mbartëse një mutacioni në kromozonin X, ajo mund ta trashëgojë te vajza. Vajza trashëgon një kromozon X nga nëna dhe një nga babai. Mund të bëhet mbartëse ose të preket lehtë nëse dy kromozonet kanë mutacion. Shembull, daltonizimi, forma trashëguese, hemofilia, forma e lehtë te vajzat mbartëse, distrofia muskulore, forma e lehtë ose mbartëse. Sëmundjet që trashëgohen nga babait te djemtë dhe te vajzat. Në këtë rast gjenet e dëmtuara ndodhen në kromozonet joseksuale, autosomet. Kjo do të thotë se nëse babi ka mutacionin, ai mund ta trashëgojë te djemtë dhe vajzat njësojnë në varësi të llojit të trashëgimisë. Trashëgimi autosomale dominante. Mjafton që babai të ketë një kopje të gjenit të dëmtuar. Ka 50% mundësi të kalojë te çdo fëmijë. Shembull, sëmundja Huntington, prek trurin, shfaqet me lëvizje të pavullnetshme dhe çrregullime mendore në moshë të rritur. Fibromatoza tipi 1, tumor të vegjël në lëkurë dhe nerva, njolla në trup, sindroma Marfan, prek kockat, syt dhe zemrën. Persona të gjatë me gjymtyr të gjata. Trashëgimia lidhur me kromozonin X nga babai dhe vajza. Babai ka kromozonet XY dhe vajzës i jep gjithmonë kromozonin X.
Nëse kromozomi X i babait ka një mutacion, vajza do të trashëgojë domosdoshmërisht këtë gjendje të dëmtuar. Djemt nuk e trashëgojnë sepse nga babai marrin vetëm kromozomin Y. Shembull sëmundjes të trashëguara nga babai te vajza. Hemofilia. Vajza bëhet mbartës se mund të ketë gjakderdhje të lehtë ose normale. Distrofia muskulare të qenë Becker. Vajzat janë mbartës se rrallë herë mund të shfaqin dobësi muskulare të lehtë. Daltonizmi, forma e trashëguar. Vajza e trashëgon gjendjen si mbartës edhe mund të kalojë më tej të fëmijët. Vetëm vajzat trashëgojnë kromozomi X nga babai, prandaj vetëm ato mund të marrin këtë sëmundje prej tij, zakonisht si mbartës. Trashëgimia Y lidhur, vetëm nga babai te djali. Këto sëmundje ndodhin kur mutacioni ndodhet në kromozomin Y, i cili është vetëm te meshkujt, XY. Vetëm babai mund të trashëgojë kromozonin Y djalit të tij. Vajzat nuk preken kurrë, sepse ato nuk kanë kromozon Y. Sëmundje të trashëguara nga babai te djali, Y të lidhura. Hipoplazia e dhëmbëve Y e lidhur, zhvillimi jo i plotë i smaltit të dhëmbëve. Dhëmbët janë të dobët dhe mund të bien herët. Disgjenezia e gonadave Y lidhur, zhvillimi dëmtuar i organeve riprodhuese mashkullore, testikujve. Shkakton infertilitet, shurdësia Y e lidhur, forma të rralla. Disa forma të shurdësisë trashëgohen vetëm nga babai te djali për shkak të mutacioneve në kromozomin Y.